Prajmin e mbrëmshëm, Eduard Kuqi dhe Dolçe u përballën pas deklaratave të kësaj të fundit, derisa ishte në Grande Fratello në Itali. Dolçe kishte bërë disa deklarata në lidhje me raportin e saj me Edin, duke thënë se nuk e ka dikë. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të rejat rreth showbizit vendor. Ata kanë komentuar për gjithë këtë, si dhe për arsyet që kanë quar deri në këtë pikë. Prej që je rikthyer prej Grande Fratellos, e kam parë një lloj totësie ndaj meje, cila është arsyeja. Ka qenë pyetja që Edi ja ka bërë Dolçes. Banorja gjithashtu ja ktheu me të njëjtën monedhë, duke theksuar se këtë e ka parë edhe te Edi. Kur u ktheva unë nga Grande Fratello, të gjithë më thonin ka bërë ka qarë për ty, por unë kur jam kthyer se kam parë Edin, tha ajo. Tutje shtoj, nuk i kam dhënë llogari atyre për këtë që kam këtu. E jona ka qenë njohje.